Horoskopi ditor e njëte, 25 qershor 2026. Dashi. Nga sot do t'jeni të vetëdijshëm se pasionet dhe emocionet bëhen më intensive. Ju do t'jeni në gjendje të pranoni disa kompromise për dashurinë. Beqarët nuk duhet të nënvlerësojnë një takim. Ky mund të jetë një pikë these për ta. Shumë probleme në punë nuk janë zgjidhur, por ata që kanë filluar një rrugë të re do të gjejnë një zgjidhje. Demi. Një përmirësim në sferën sentimentale, por ju ende duhet të prisni për të marrë dashurinë tuaj mbrapa. Keni besim sepse çdo gjë do të zgjidhet shumë shpejt. Zemrat e vetmuara do të jenë në gjendje të shpresojnë për surpriza të reja. Edhe nëse nuk ju pëlqejnë ndryshimet e programit, fatkeqësisht nuk do të keni zgjidhje. Mos i harroni qëllimet tuaja. Binjakët. Nëse jeni çift, sot mund të kaloni një ditë tepër relaksuese, duke larguar mendimet e këqija dhe duke ndier emocione të mira. Mundohuni të rrethoheni me njerëz që mund t'ju japin më shumë energji. Ditë e madhe edhe për beqarët, shumë dëshira do të bëhen të vërteta. Në punë do të ndiheni pak të lodhur për shkak të shumë përgjegjësive që keni mbi shpatullat tuaja, por rezultatet do t'ju ngushëllojnë. Gaforia. Pasuria dhe pozitiviteti do të bëjnë këtë ditë shumë të këndshme. Ju do të jeni gati të përballeni me përgjegjësi të reja në dashuri dhe mund të planifikoni angazhime afatgjata. Për beqarët, personi i duhur mund të arrijë të aftë për rrëmbimin e zemrës së tyre. Në punë, lajme të shkëlqyera do të keni në frontin e punës. Do të keni kënaqësi të mëdha. Vetëm përpiquni të vendosni besimin tek njerëzit e duhur. Luani. Një fazë e rëndësishme vazhdon për të lindurit e shenjës tuaj dhe nëse dashuria nuk është pikërisht në momentin e saj më të mirë. Megjithatë është planifikuar një rikthim për historitë që kanë kaluar nëpër një krizë. Korniza astralike është e favorshme për beqarët, takime dhe flirtime të papritura. Sot mund të dukesh pak nervoz dhe i lodhur, por reflekton për perspektivat e tua të ardhshme. Virgjëresha. Mos i dashuroni njerëzit që kanë tendencë të tregojnë gënjeshtra, prandaj tentoni t'i largoni. Sot ju duhet të shpëtoheni nga miqtë e rem, të cilët nuk bëjnë asgjë, por të ndërhyjnë në jetën tuaj private. Për zemrat e vetmuara do të vinë surpriza të reja, të cilat do t'u ambushin zemrën. Nëse po kërkoni një projekt të rëndësishëm për punë, çdo polemik apo shqetësim sot do të jetë shumë i bezdisshëm. Peshorja. Jeni të mbështjellë me një energji të bukur, por hëna në opozit me shenjën tuaj mund të krijojë një nervozizëm të pajustifikuar. Përkundër gjithçkaje, marrëveshja me partnerin do të jetë e përsosur. Beqarët do të mund të mbajnë sytë të përqendruar në qëllimet e tyre. Në përgjithësi, nuk ju pëlqen të takoni njerëz që pyesin për atë që thoni, por ka përparësi në punë. Akrepi. Ju po përjetoni paqartësi në dashuri që nuk ju pëlqejnë. Nëse keni marrëdhënie prej disa vitesh, mund të jetë se jeni të lodhur, por përpara se të bëni një zgjidhje mendoni për këtë. Beqarët janë në kërkim për diçka alternativ për aventurat. Mos i nënvlerësoni mbledhjet. Për sa i përket punës, yjet sugjerojnë zgjedhje të menjëhershme dhe shumë të rëndësishme për shumë të lindur të shenjës tuaj. Shigjetari. Një ditë të reflektimi veçanërisht në sferën sentimentale. Ata që sapo kanë filluar një marrëdhënie do të gjejnë veten duke bërë një përmbledhje. Yjet do të sjellin nervozizëm në marrëdhëniet familjare. Beqarët nga ana tjetër do të bëjnë takime të reja interesante. Në punë dëshira për të ndryshuar, për të zhvilluar ide të reja dhe për të dalë nga monotonia do të bëhet më e fortë. Bricjapi. Nëse jeni në bilans mes dy zgjedhjeve të rëndësishme në dashuri, ju do të duhet të përpiqeni të mos veproni instinktivisht, por të dëgjoni më së shumti zemrën. Bëni rrugën për ndjenjat e vërteta. Nxjerrni pasionin. Beqarët do të duhet të ulin armët dhe vetëm me durim për të hedhur dritë mbi çështje të ndjeshme. Yjet ju ftojnë që të mos jeni të sigurt për pasiguritë, edhe pse shumë situata ende nuk janë zgjidhur. Ujori. Jepni më shumë vëmendje në jetën tuaj private, edhe disa pasiguri vazhdojnë t'ju shqetësojnë. Një person do të përpiqet t'ju tërheqë ju vetë, por mos u jepni atyre që nuk e meritojnë. Beqarët do të jenë të zënë me zgjidhjen e disa problemeve në familje. Ndërsa në punë, planetët nuk favorizojnë dhe ju bëjnë të vështirë dialogun me kolegët, dikush do t'ju vendos shkopin në rrota.
peshqit. Do të jetë një ditë interesante dhe gjithashtu do të keni rastin të argëtoheni. Ju gjithashtu mund të përjetoni një ndjenjë të sapo lindur në një mënyrë më të thellë. Takime të këndshme për beqarët, edhe nëse do të ketë kontrast. Mund të lindë një ndjenjë me një person në të ardhmen. Me yjet në anën tuaj, ju mund të përballeni me ndonjë komplikacion në punë me pozitivitet të lartë.